Qartë, Kasapolli si mendon? Zoti Abdigjiku jo vetëm që ka dëshmuar mungesë të leadershipit, por një farforme tendenca për të shpëtuar nga pagesa e kostos së vendimeve të veta. Besoj është ajo që po e dëmton lidhjen demokratike të Kosovës në thelb. E përmendi edhe profesori, në qoftë se sot negociojmë për qeveri, unë besoj që pozicioni i LDK-s ka qenë shumë i fuqishëm në shkurtin e vitit kaluar. Sepse ka qenë faktor. Absolutisht. Ato nuk bëhe qeveria. Dhe ky ka qenë, sipas dëshmisë së njerëzve të afërt të tij, të cilët sot jo që kanë dalur kundër, por kërkojnë përgjegjësi nga zoti Abdigjiku, pikërisht kjo ka qenë vendimi i tij. Vendimi i tij që Lidhja Demokratike e Kosovës të qëndrojë në opozitë, që mos bëhet as me ata, as me këta. Është një shprehje që përdoret, unë e përdori vazhdimisht, të LDK-s kur gjë tamam s'pi bjen. Në shkurtin e vitit kaluar, LDK-ja ka mund ta krijojë qeverinë edhe me vetëvendosjen, po edhe me partitë opozitare. Të duket sikur e mori atë të porzën, nëse mund ta them, duke qenë se ishte e pavendosur me të dyja palët. Dëshironte një marrëveshje apo një koalicion gjithë përfshirës. Si duke kishte qartë as çka dëshironte. Po, nuk e kishte qartë se çfarë don. Ajo që ishte problematike për Lidhjen Demokratike të Kosovës, unë po mendoj që është një shprehje që e përdorin Gjakovi, hini vet janë qef. Zoti Abdigjiku në shkurt të vitit të kaluar dhe LDK-ja arriti një rritje, i fitoi diku rreth 180.000 vota, 173.000, 5.000 diku aty ishte. Dhe besoj që në qoftë se qëndron në atë pozicion, do të vazhdoj të rritet në kuptim të krijimit të një stabiliteti politik në mes të tri fuqive të mëdha, lëvizjet e vendosje, PDK-s dhe LDK-s, në mënyrë që pastaj edhe bashkëpunimi mes tyre të partive të jetë pak më problematik në kuptim të pozicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por fatkeqësisht dështoj, dhe për këtë arsye unë thash edhe një herë, ajo që ka po ndodhur sot është pasojë e mosveprimit të zotit Abdigjiku. Nëse ju kujtohet, pas zgjedhjeve të dhjetorit, zoti Abdigjiku doli publikisht edhe dha dorëheqje. Por pastaj ndroi mendje që e bëri këtë pozicion të tij edhe më qesharak. Shkak që nëse një gjë është e sigurt, është që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kryesia e saj, kryetari i saj, në vazhdimsi kanë marrë përgjegjësi për dështimet e veta. Kanë dhënë dorëheqje. Është procesi më demokratik i mundshëm. Unë besoj që kjo do të jetë shkollë edhe për parti tjera politike. Të paktën, nëse mujmë ndëri, të paktën kjo është prit